Përshëndetje, sot ndodhemi në shkollën qendrore. Do shikojmë gjithë produktet e Baçës që kemi mbjellë, përgjithsisht rukullën, sallatën e kuqe, sallatën e jeshile, gjuso, domeni, me po fillojmë po bëjmë mbjelljen e rukullës. Okay. Rrugla këshillohet që të pritet me thikë për arsye që ajo ka një veti deri në 6 mujore që përpunohet përsëri. Po fillojmë po bëjmë mbjelljen e sallatës së jeshile. Sallata e jeshile ka dy veti, do e pret në thikë ose e shkurt për arsye se sallata nuk rigjerohet përsëri. Për arsye që mos hapen fletët e sallatës. Atëherë, edhe sallata e kuqe një pozicion pune ka. Atëherë, ja. Bravo. Atëherë, siç e dini dhe ju, rukulla është një produkt bimar, i cili nuk mungon asnjëherë në brezat tona. Rukulla ndihmon shumë në fuqinë e sistemit imunitar. Rukulla është shumë e mirë sepse ajo ka vitaminat A, që është shumë e mirë për shikimin dhe kë për inflamacionin. Sallata ka ndihmon në imunitetin e trupit dhe ka përqindje të lartë ujë që ndihmon në tretjen e ushqimit. Atëherë duhet që i këshilloj që duhet të përdorin sa më shumë produkte bio dhe të shëndetshme. Atëherë këto ishin produktet që morëm sot, shihemi në aktivitetet e tjera. Bravo.